Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot të keni mundësinë të ndiqni. 11 subjekte politike do të nisin sot zyrtarisht garën elektorale për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Të 11 subjektet politike kanë bërë gati agjendat e takimeve, ndërkohë që edhe këto zgjedhje qarku i Gjirokastrës do të çojë në Parlamentin shqiptar 4 deputet. Në Maltë u mbajt konferenca e 32 e Kompeamit, ku morën pjesë transmetues publik nga 26 vende të Mesdheut, përfshirë edhe delegacionin e RTS-s. Konferenca kishte në fokus rolin e medias për nxitjen e dialogut kulturor dhe bashkëpunimit rajonal në një kohë sfidash gjeopolitike. Drejtoresha e RTS-s, Aurora Polo, zhvilloi takime me përfaqësues të mediave partnere për të zgjeruar bashkëpunimin në fushën e produksioneve të përbashkëta. Më 14 prill nisin aplikimet për skemën kombëtare të bujqësisë për vitin 2025. Fermerët mund të aplikojnë deri në 30 maj për të përfituar nga skemat mbështetëse të Ministrisë së Bujqësisë. Zëvendës ministri i Bujqësisë Dimitër Koti tha se për herë të parë do të mbështeten fermerët që prodhojnë perime bio në sera, ndërsa për blegtorin do t'i kushtohet vëmendje rritjes së viçave. Në Gjirokastër gjithnjë e më shumë të rinj po i kthehen zanateve tradicionale dhe profesioneve të ndryshme. Një prej tyre është edhe i riu Ergest Hasani, që pas emigrimit është kthyer për të ndjekur pasionin e tij si kuzhinier. Ju njohim tani më gjerësisht. 11 subjekte politike do të nisin sot zyrtarisht garën elektorale për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Të 11 subjektet politike kanë bërë gati agjendat e takimeve, ndërkohë që edhe këto zgjedhje qarku i Gjirokastrës do të çojë në Parlamentin shqiptar 4 deputet. Ditën e sotme nis zyrtarisht fushata zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025. Në garë për këto zgjedhje do të jenë 11 subjekte në fletën e votimit, ku përfshihen parti dhe koalicione. Çdo forcë politike apo koalicion, sipas formulës së re elektorale, ka 186 kandidat për deputet, ku 46 janë në listat e mbyllura dhe 140 në listë hapur. Në qarkun e Gjirokastrës, 55 kandidat do të jenë në listë hapur dhe 11 në listë mbyllur. Edhe në këto zgjedhje qarku i Gjirokastrës do të çojë në Parlamentin shqiptar 4 deputet. Aktivitetet politike do të nisin sot, ku Partia Socialiste në orën 17 do të zhvillojë 12 takime me gratë në të 12 qarqet e vendit në të njëjtën kohë, ndërsa të shtunën e 12 prillit në orën 12:00 do të çelet fushata me një takim elektoral në sheshin Skënderbej. Partia Demokratike do të çel fushatën sot në orën 19:00 në sheshin Nën Tereza në Tiranë, ndërsa në datën 12 prill ora 17:00 kjo parti do të shpalos të plot programin elektoral në Pallatin e Kongreseve. Gjithashtu Partia Mundësia Agron Shehajt do të çel po ashtu sot fushatën me një tur me autobus të personalizuar nga veriu në jug me simbole të partisë së tij. Nisma Shqipëria Bëhet e Adriatik Lapaj do të çel fushatën në Vlorë më 12 prill. Edhe koalicioni Euro-Atlantik i Lulzim Bashës do të çel fushatën po ashtu më 12 prill ora 11:00 te Xibraku. Lëvizja Bashkë e Qori do të hapë zyrtarisht fushatën elektorale më 13 prill në Fier, 10:30 te Teatri Bylis. Në zgjedhjet e 11 majit 2025, sipas regjistrit të gjendjes civile, kanë të drejtën e votës 3.7 milion shqiptar. Rrisia e këtyre zgjedhjeve parlamentare qëndron në faktin se për herë të parë do të votojnë me anë të postës edhe shqiptarët që jetojnë dhe punojnë jashtë Shqipërisë, pas ndryshimeve të miratuara nga Kuvendi në kodin zgjedhor. Për këtë arsye, nga data 11 janar deri në 4 mars u zhvillua procesi regjistrimit në sistemin të KQZ-s, ku 245.808 zgjedhësve u është miratuar kërkesa për të votuar. KQZ ka nisur zyrtarisht procesin e përgatitjes së dokumentacionit zgjedhor për votuesit shqiptar që jetojnë jashtë vendit dhe që do të ushtrojnë të drejtën e votës në zgjedhjet e 11 majit. Procesi po zhvillohet në ambientet e Parkut Olimpik, Feti Borova në Tiranë dhe përfshin disa faza të rëndësishme logjistike dhe teknike. Shpërndarja e fletëve nuk do të bëhet përtej datës 3 maj. Procesi po monitorohet nga përfaqësues të subjekteve zgjedhore, vëzhgues ndërkombëtar dhe vendas si dhe përfaqësues të mediave. Në Maltë u mbajt konferenca e 32 e Kompeamit, ku morën pjesë transmetues publik nga 26 vende të Mesdheut, përfshirë edhe delegacionin e RTS-s. Konferenca kishte në fokus rolin e medias për nxitjen e dialogut kulturor dhe bashkëpunimit rajonal në një kohë sfidash gjeopolitike. Drejtoresha e RTS-s, Aurora Polo, zhvilloi takime me përfaqësues të mediave partnere për të zgjeruar bashkëpunimin në fushën e produksioneve të përbashkëta.
Në Maltë u zhvillua konferenca e 32 e rjetit të transmetuesve publik të 26 vendeve të Mesdheut, një platformë e rëndësishme e bashkëpunimi për dialogun dhe integrimin kulturor në rajon. Në këtë aktivitet mori pjesë edhe delegacioni radio-televizionit shqiptar, përfaqësuar nga drejtuesja e RTS zonja Aurora Polo. Konferenca e operatorëve audiovizual të Mesdheut ka si qëllim thellimin e bashkëpunimit mes mediave publike mesdhetare, duke forcuar lidhjet kulturore përmes bashkëpunimeve audiovizive. Në një periudhë me dinamika të forta gjeopolitike, konferenca e aktiviti u vlerësua si një mjet i fuqishëm për të ndërtuar ura bashkëpunimi dhe për të theksuar rolin e medias në kapërcimin e ndarjeve kulturore dhe politike. Takimi u përshëndet nga Ministri i Kulturës së Maltës, si dhe vend antar i BE-s, si dhe sekretari i përgjithshëm i COPEAM, zoti Claudio Caponi. Gjatë punimeve të asamblesë, zonja Aurora Polo zhvilloi një takim me zonjën Simona Martorelli, drejtoreshën e marrëdhënieve me jashtë në radio-televizionin italian Rai, me të cilën diskutoi mbi zgjerimin e bashkëpunimit mes dy mediave publike dhe perspektivat e reja në fushën e produksioneve të përbashkëta dhe shkëmbimeve kulturore. Konferenca, e mbajtur në një nga destinacionet më simbolike të Mesdheut, theksoi rëndësinë e medias si një instrument për të ruajtur dhe promovuar trashëgiminë kulturore dhe për të ndërtuar ura mirëkuptimi në një kontekst global të vendosur. Më 14 prill nisin aplikimet për skemat kombëtare të bujqësisë për vitin 2025. Fermerët mund të aplikojnë deri në 30 maj për të përfituar nga skemat mbështetëse të Ministrisë së Bujqësisë. Zëvendës Ministri i Bujqësisë Dimitër Kote tha se për herë të parë do të mbështeten fermerët që prodhojnë perime bio në sera, ndërsa për blegtorinë do t'i kushtohet vëmendje rritjes së viçave. Fermerët e qarkut Gjirokastër ftohen të përfitojnë nga skemat kombëtare mbështetëse për vitin 2025. Këtë vit, skemat përfshin edhe disa risi që synojnë të nxisin zhvillimin rural dhe të përmirësojnë standardet e prodhimit bujqësor. Ka 3 vjet që kjo skem funksionon me këto masa, për arsye sepse impakti një skeme është kur ajo futet në eficiencë disa vjet, për të parë rezultatin a ka qenë eficiente apo jo. Dhe kjo tregon që ka qenë eficiente, pra nuk ka pat probleme për përthithjen e masave në blegtori, po dhe në naftën, po dhe në bujqësi, po në bletari, pra të gjithë fermerët që kishin aplikuar në tërë territorin e Shqipërisë e kanë përfituar këtë skemë mbështetëse. E veçanta për këtë vit janë 2 ndryshime që janë bërë. Ndryshimi i parë është bërë sepse është mbështetur krahas lopës me 100.000 lekë për krerë, është mbështetur edhe mishera, është mbështetur edhe viçi mashkull që është për mish. Pra merr 50.000 lekë viçi. Por do të thotë që viçi duhet të ketë 5 ose 6 muaj që ta përfitojë këtë gjë. Pra nuk është problemi, është matrikullohet dhe pastaj kur dorëzohet të ketë mbushur këtë parametër, sepse çdo kafshë do të plotësojë edhe një peshë të saktuar që të therret. Nga ana tjetër, fermerët kanë shprehur shqetësimet e tyre lidhur me disa problematika të vazhdueshme që hasin gjatë përditshmërisë së tyre dhe kanë kërkuar më shumë vëmendje institucionale për rishikimin e tyre. Kullotat verore janë pa lera, gjatë bearit ne ikim, vemi në mal, kthehemi për një muaj, kthehemi prapë, duam mbështetje nga qeveria për këtë gjë. Problemi tjetër, pra problemi çmimeve të qumshit, një baxho e jep me 1.300-1.200 çmimi kaluati. Kemi marrë ato që ka caktuar qeveria, kemi marrë solucionet. Dhe si vjetë kemi bërë dhe për viqër, i kemi hedhur në sistemin e viqërit. Kishim një problem në kanalit Vaditjes, në V3 që i thonë vjen në liqenjë doftish në tokat Lazratit. Këta më dhanë shpesë dhe thonë se do të pastrojmë. Për të qenë përfitues nga këto skema, fermerët duhet të plotësojnë disa kritere bazë, të jenë të pajisur me NIPT aktiv, të kenë një llogari bankare në emrin e tyre, të kenë paguar kontributet e sigurimeve shoqërore, të mos kenë detyrime të papaguara ndaj AZBR dhe MBZR. Dita botërore e shëndetit është një ditë globale e ndërgjegjësimit shëndetësor që festohet çdo 7 prill që prej vitit 1948. Në kuadër të kësaj dite, në Universitetin e Gjirokastrës u mbajt një aktivitet ku theksi u vendos tek ajo që është kyçe për një shëndet të mirë, kontrollet e vazhdueshme.
Një aktivitet informues dhe edukues me fokus shëndetin u zhvillua në Universitetin e Qrem Çabej në kuadër të ditës botërore të shëndetit. Ky organizim erdhi nga zyra e këshillimit të karrierës dhe alumnit në bashkëpunim me njësinë bazë të infermierisë dhe njësisë vendore të kujdesit shëndetësor Gjirokastër në kuadër të ditës botërore të shëndetit, ku u theksua rëndësia e kujdesit të vazhdueshëm shëndetësor. Informacioni që ne sot jemi në gjendje për të marrë në lidhje me shëndetin, për të pasur një komunitet të shëndetshëm, na bën ne që her pas here të mblidhemi në takime për t'i dhënë këto informacione edhe tek personat të cilët nuk janë pjesë e strukturave shëndetësore. Mjekët njëkohësisht janë ekipi më i rëndësishëm dhe njëkohësisht të domosdoshëm në komunitetin e qytetit ton, për të rritur dhe ndërgjegjësuar jo vetëm që ne të angazhohemi vetëm në ditën ndërkombëtare, por njëkohësisht të jemi në vazhdimsi për t'ia ardhur komunitetit ton në jo vetëm kur ata ka nevojë për ndihmë mjekësore, por në momentet që çdo njeri dhe çdo individ të jetë i shëndetshëm, padyshim duhet të bëjë ato kontrollet periodike që realisht sot flitet me shumë thirrje të fuqishme, jo vetëm nga punonësit shëndetësor, por dhe organizata botërore e shëndetësisë. Studentët patën mundësinë të angazhohen në diskutime të hapura me profesionistë duke marrë informacione të dobishme mbi promovimin e një stili jetese të shëndetshëm dhe parandalimin e sëmundjeve. Të gjithë njerëzit duhet të ndërgjegjësohemi, të kujdesemi për shëndetin ton, gjithashtu të kujdesemi për të mbrojtur dhe komunitetin. Ne po përpiqemi që duke bërë fushata sa më shumë sensibilizuese për të ndikuar tek të gjithë njerëzit apo të gjithë qytetarët e këtij komuniteti ku ne po jetojmë dhe nëpërmjet fushatave tona sensibilizuese shpresojmë që mesazhi apo qëllimi jon të arrijë tek të gjithë. Aktiviteti u ndalte depistimi i hershëm i kancerit të gjirit, specialistët ndan këshilla të vlefshme mbi mënyrat e kontrollit personal, teknikat e vetkontrollit dhe rëndësinë që ka kapja në kohë e kësaj sëmundjeje për një trajtim të suksesshëm. Në Gjirokastër, gjithnjë e më shumë të rinj po i rikthehen zanateve tradicionale dhe profesioneve të ndryshme. Një prej tyre është edhe i riu Ergest Hasani, që pas emigrimit është rikthyer për të ndjekur pasionin e tij si kuzhinier. Pas një emigrimit të gjatë në Greqi, 24 vjeçari Ergest Hasani vendosi të rikthehet në vendlindjen e tij Gjirokastër. Ishte zhvillimi i vrullshëm i qytetit dhe përmirësimi i kushteve të punës, që e shtyn të bëjë këtë hap. Prej 6 muajsh, Ergesti është pjesë e një restoranti ku punon dhe mëson çdo ditë si kuzhinier. Jam rikthyer nga emigrimi dhe mu duk më arsyeshme për të punuar në kuzhinë. Duke parë mundësitë që po ofron qyteti Gjirokastrës dhe zhvillimi i turizmit, unë vendosa të rikthehem përsëri në vendin tim dhe ta ndërtoj këtu të ardhmen time. Kam 6 muaj që kam filluar të punoj në kuzhinë, e kam patur pasion, më ka pëlqyer të punoj në kuzhinë. Ai rëfen se në fillim profesioni i kuzhinierit i është dukur pak i vështirë, por pasioni dhe ndihma e mjeshtrave të vjetër të kuzhinës e kanë bërë më të lehtë rrugëtimin e tij profesional. Kuzhinën e mësova nga mjeshtrat e kuzhinës që punojnë dhe nga dëshira që kam patur, domethënë, për këtë zanat, dita ditës janë përmirësuar akoma dhe më shumë. Kryesisht më pëlqen të bëj gatime tradicionale, por dhe gatime të reja. Si për shembull byre, kuqi-fshit, që janë specialitet i qytetit tonë. Si çdo zanat dhe ky ka vështirësitë e tij, po nëse ke dëshirë të punosh, asgjë nuk është e pamundur. Sot, ai ka një apel për të gjithë të rinjt që janë ende në mëdyshje për të ndjekur pasionin apo për të bërë një kthim në vendlindje. Ti përkushtohen një zanati në vendin e tyre se do ishte diçka e bukur, mos të largoheshin. Jam shumë i kënaqur me pagesën, plus këtu jam në vendin tim, në shtëpinë time, në krahasim nëse do isha jashtë do kisha shpenzime më shumë, kurse këtu është më ndryshe. Historia e Ergestit është një shembull frymëzues për shumë të rinj. Ajo tregon se me vullnet, pasion dhe pak mbështetje është e mundur të rikthesh jetën profesionale edhe në vendin tënd. Blegtori 68 vjeçar Luan Shena nga Progonati i Kurveleshit prej gati 35 vitesh ushtron profesionin e blegtorit në fshatin Mesopotam ku edhe jeton. Ai përkujdeset për rreth 250 krerë bagëti, ndërkohë që produktet e tij shijohen jo vetëm nga vendasit, por edhe nga turistët e huaj. Në fshatin Mesopotam të bashkisë së Finiqit, një 68 vjeçar vijon të mbajë gjallë zanatin e blegtorisë. Quhet Luan Shena dhe prej afro 35 vitesh i është përkushtuar kësaj pune,
të cilën ai vetë e qua ndër më të vështirat, por edhe ndër më të dashurat. Me origjinë nga progonati i Kurveleshit, Luan Shena është shpërngulur prej vitesh në Mesopotam, aty ku edhe ka ngritur jetën dhe punën e tij. Unë në origjinë jam nga Kurveleshi, progonatas. Kam ikur 2 vjeç nga fshati. Se këtu ka qenë çiftliqet e kushërive të mi të gjitha. Kurveleshi e ka tradit Blektorin, apo jo? Po e kam. Jeni një prej tyre që e vazhdoni? Ja, do të vazhdoj, pensionist jam tani 30 vjet, 35 vjet. Zanati më i vështirë, njësoj si për fëmin, po su kujdeses merr gjë, prodhim smer. Duan stalle, duan ushqime, trajtime, po si vështirë se 12 muaj të duan pas ato. Është bukur kur i mbani të imtat lart në mal. Po bukur është. Hapen atyre plajave. Dëgjon zilet e këmorët edhe. Aktualisht ai përkujdeset për rreth 250 krerë bagti të imta, një numër i konsiderueshëm që kërkon përkushtim të përditshëm në çdo stin të vitit. Për Luani dita nis herët në mëngjes dhe mbaron vonë, por lodhja nuk e ka ndalur kurrë. Ai prej të imtave merr produkte të ndryshme që i tregton jo vetëm në Baxho, por edhe në restorante tradicionale të zonës ku i provojnë edhe turistët e huaj. Po të gjitha i kren, qumështe, mishe. Qumshin e merë Baxho, po kur ka noj klientu japën dhe fshatarëve ndihmojmë. Mos t'i lëmë. Kurse mishrat, i shesëm herë në lokale, herë kasapi. Pas një muaj këtu këtë gjatën s'kaloj dot. Si dhe dot. Vën për sytë kaltër. Kanë kërkesa ata për produktet tuaja me qenë sa produkte? Plot, kushte do mishin, kushte do atë mishin, misi mish rëllëse. Mish bio dhe në vëndi, janë të vëndit, ose janë të ratës. Me përvojën dhe përkushtimin e tij, Blektori i vjetër jo vetëm që ruan një trashëgimi të vyer, por i jep edhe jetë ekonomisë lokale të Mesopotamit, duke dëshmuar se tradita mund të eci përkrah zhvillimit dhe turizmit. Spërkatjet në bujqësi mund të dëmtojnë shëndetin e bletëve në këtë periudhë. Të paktën këtë mendim dajnë veterinerët, të cilët kërkojnë nga fermerët koordinimin e tyre me specialistët e bujqësisë, por edhe personave që merren me bletarin. Bletaria kërkon një kujdes të veçantë në këtë periudhë për shkak të ndryshimeve të temperaturave. Veterineria Aedona Qiriaqi flet për sëmundjet që rrezikojnë shëndetin e bletëve. Më problematikja është nozematoza ose siç gjuhet ndryshe paraliza. Si dhe mori është sidomos në disa zona është mjaft problematik dhe gjithmonë duhet mirëmbajtur dhe patur nën kontroll. Në këtë sezon, kryhen shumë spërkatje bujqësore, të cilat mund të dëmtojnë ndjeshëm shëndetin e bletëve, ndaj nevojitet kujdes i shtuar. Pesticidet të ndryshme në zonat të afërta mund të dëmtojnë bletët dhe përgjithsisht ka helmimet nga pesticidet, të cilat janë mjaft të rrezikshme dhe të dëmshme për kolonitë e bletëve. Aedona Qiriaqi bën një apel për fermerët dhe institucionet përkatëse që të koordinojnë veprimet në mënyrë që të shmangin dëmet në bletari. E mira është që të fillojnë direkt me trajtimet e nozematozës, të cilat bëhen përgjithsisht në një hark kohor prej një muaj me një hapësirë ditore prej 5 deri në 7 ditësh. Dhe për mbikëqyrjen e morin dhe trajtimin e tij. Edhe për sa i përket shtimit të bletëve, tani është një periudhë shumë e mirë, mjafton që bletarët t'i ndihmojnë me se ka nevojë, qoftë për pjesën e polenit apo qoftë për pjesën e ushqimit. Është e rëndësishme të informohen paraprakisht bletarët që të mund të marrin masat mbrojtëse për kosheret e tyre. Qarku i Gjirokastrës njihet për traditën në mbajtjen e bletëve, prandaj kujdesi në këtë periudhë është vendimtar për mirëqenien e tyre dhe prodhimin e mjaltit. Shoqata kulturore Shën Kozmaj Livadja në Bashkinë e Finiqit ka filluar përgatitjet për takimin e përvitshëm folklorik i cili do të zhvillohet me 21 qershor 2025. Aktualisht grupet kulturore të kësaj shoqate po punojnë për të krijuar atmosferë festive në prag të Pashkëve. Shoqata kulturore Shën Kozmaj Livadja ka filluar përgatitjet për të krijuar një atmosferë festive në prag të Pashkëve ortodokse. Grupi vallëve me të rinjë të reja po përgatitet për të marrë pjesë në aktivitete folklorike në qarkun e Vlorës, kurse ditën e diel do të presin në Livadja në Pallatin e Kulturës Katina Papa, grupi artistike nga Igumenica dhe Korfuzi i Greqisë. Në kishën e Shën Kozmajit do festojmë Kyriakiton Vaion, që thuhet në greqisht. Do
kalojmë në përsokaqet e fshatit, do shpërndajmë ca dhurata të pleqtit që kanë ngelur, do veshëm vajza me kostume popullore, me kallathe, me dhafni dhe me lule të ndryshme, me dafin, edhe besoj që të krijoj një atmosferë të bukur për gjithë fshatin. Sido qoftë, kthimi e migrantëve në vetëlindje për të festuar Pashkët motivon akoma më shumë artistët e këtij grupi folklorik, duke u dhënë gjallëri fshatrave të zonës. Po i presim të gjithë edhe neve, edhe pleqtë, edhe fëmijët që studiojnë, i presim të kalojmë sa më bukur. Ndërsa takimi i madh folklorik, i cili organizohet çdo vit në Livadija me pjesëmarrjen e qindra vallëtarëve dhe këngëtarëve të ardhur nga Shqipëria, Greqia dhe jo vetëm, si vjetës caktuar të zhvillohet më datën 21 qershor. Ishim në minutat editarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë miru pafshim.